Në vitin e kaluar kemi arrit marrëveshje me Barca Legends. Përsëris këto disa që kemi me çort. Barca Legends është një organizëm i themeluar brenda klubit për që mbledh ish legjendat veteran, por kryesisht ish legjendat sepse Barcelona ka edhe ato që thënë grupacioni i veteranëve të Barcelonës, me të cilët jemi taku para një viti në Vlorë, është luajtur loja revijale flamurtari Barcelona, pra gjeneratat e viteve të 80 kur janë takuar për herë parë në ndeshje zyrtare në atëherë Kupën e Kampionëve, kam bërë një retrospektivë këtë kanë luajtur një ndeshje miqësore, ne ishim si fan klub aty dhe kalum jashtëzakonisht mirë, dhe ka edhe këtë grupacionin tjetër që quhet Barca Legends, ku bëjmë pjesë Ronaldinho, Puyol. Ne kemi arrit marrëveshjen me Shkrim, jemi duke kërkuar sponsor, donator, po e them kostoja është rreth 500.000 euro dikun, komplet. Ne besojmë që si fan klub do të mund të marrim edhe një zbritje, për shkak se edhe klubi është informuar për këtë ide dhe ideja jonë është ata të ftojmë ta bëjmë kosto financiare nuk shikohen në këtë rast me rëndësinë që si shtet ne e bëjmë e marrim sikur ta bëjmë një organizim Ronaldinho, pastaj mundësia për Ronaldinho, po e them hapë, mundësia për më kyç Ronaldinho edhe në forma tjera në Kosovë jashtëzakonisht e madhe, kështu që ju bëj thirrje njerëzve afaris, njerëzve të biznesit. Ata mundën më lajmëru te ju. Mundin patjetër ka mundësi që përfitojnë edhe ata, po të përfitojë edhe shteti. Po. Përfitimi ynë vetëm si fansat të Barcelonës është do t'i kemi yjet. Philippe Cocu, Lazi De Boer, Julie, Rivaldo dhe pa tjetër Ronaldinho. Ronaldinho ka një pako që shkon jashtë klubit. Përsa është një brand. Dhe këto ditë, fakt, këto 6 muajt e fundit kanë bërë disa ndeshje. Në Amerikën Latine kanë bërë shumë, edhe ishin në Kazakstan dhe në Georgia. Dhe ishte fantastike. Fatkeqësisht stadiumi jon nuk po të ofron shumë mundësi sepse është numri jashtëzakonisht i vogël që gjenerosh hyra shumë përmes biletave. Sigurisht se edhe ndeshja kostoja për biletë për ndeshjet nuk duhet të jetë e lartë, pavarësisht që janë hyrë, ne duhet me marr për bazë sepse duhet marrim sa më shumë fansa që e dojnë Barcelonën dhe që e dojnë Ronaldinho, të cilët janë shumë. Por besoj në këso ndeshje nuk e shpah më fanë si Barcelonës, po këshin insistu krejt marë. Pastaj është edhe lojtar që ka luajtur te Milani, te klubi yt, kështu që është arsi me pas, është një njeri magjik. Magic Johnson ka qenë basketball, ky është Magic Ronaldinho. Jeta jam nuk ka përjetu futbollist më magjik. Me topin, me talentin që ka pas, unë nuk njoh futboll. Faktën unë mendoj. E vërtet, ka zgjat shumë pak mirë, po duhet ta pranojmë, është i vetmi futbollisti i Barcelonës që ka qenë në gjendje në Madrid ta mposhtë Realin vetëm. Edhe me marr duart trokitje. Edhe atë nga tifozët. Këto e ka bërë dihet kush.